Qa përfaqëson një vajzë e virgjër në këtë shëmbëltyr? Një vajzë e virgjër është e ndershme. Një vajzë e virgjër është e pastër, është e papërlyme me mkat, e papërlyme me papastërtitë e kësaj botet. Një vajzë e virgjër është ekskluzive, është unike. Një vajzë e virgjër është e veçantë. Një vajzë e virgjër është e veçuar prej tjerave, nuk është si tjerat. Nuk mund të jetë si tjerat. Një vajzë e virgjër është e rezervuar vetëm për dhënrin e saj, vetëm për bashkëshortin e saj. Tan ato paret aplikohen 100% në jetën e besimtarit. Tan ato karakteristika që ka një e virgjër aplikohen në jetën tonë 100% vëllezër e motra. Sepse një besimtar i rilindur është me të vërtet një virgjëresh. Një besimtar që ka pranuar Jezusin në zemrën e vet, ja ka fal zemrën edhe jetën Krishtit. Është bë me të vërtet i pastër. Një besimtar i rilindur është i pastruar nga gjaku i dhënrit. Një besimtar i rilindur është i ndershëm, është i drejtë. Të paktën kështu duhet jetë. Paktën kështu duhet jetë. Një besimtar i rilindur nuk përzihet, nuk përlyhet me papastërtitë e kësaj bote. Një besimtar i rilindur është ekskluziv, edhe i përket vetëm Zotit. As kujt tjetër. Një besimtar i rilindur është i veçuar prej tjerëve, është i ruajtur edhe i rezervuar vetëm për Zotin edhe për dhënrin e tij.